Era e fortë bregdetare ka prekur qytetin e Vlorës, duke nisur prej mbrëmjes të së dielës. Në Vlorë, era ka shtuar intensitetin përgjatë mbrëmjes të së hënës. Shpejtësia e saj ka shkuar në brendësi të gjirit deri në 15 metër për sekond, duke bërë që deti të egërsohet. Në bregdetin e Vlorës, por edhe në brendësi të gjirit të Vlorës, dallgët kanë shkuar deri në 1.5 metër lartësi, duke bërë që situata të përkeqësohet. Fatmirësisht, përgjatë mbrëmjes të së hënës, atëherë kur pritej, re sheshiu nuk ka patur në qytet. Ndërsa përgjatë mëngjesit të kësaj të marte, era bregdetare ka vazhduar po me të njëjtin intensitet, duke bërë që trageti linjës, i cili pritej të mbërrinte në qytetin e Vlorës dhe të ankorohej në orën 7:30 të mëngjesit, për shkak të kushteve të rënduara të motit, nuk ka mundur do të ankorohet, pasi era bregdetare ka qenë me intensitet të lartë dhe rrezikonte që ta përplaste me kalatat e portit detar, duke shkaktuar dëme materiale. Mëngjesin e kësaj të marte, trageti linjës me Brindisin është detyruar të dalë në det e hapur për disa orë për të shmangur përplasjen me kalatat e portit, por edhe dëmet materiale, teksa pasagerët kanë zbritur rreth orës 10:30 të mëngjesit të kësaj të marte. Si pasojë e erës së fortë bregdetare, lundrimi detar për mjetet e vogla lundruese dhe mjetet e peshkimit vijon të jetë i pezulluar edhe përgjatë të martës. Pezullimi i lundrimit detar ka nisur në orën 23 të mbrëmjes të ditës së diel, teksa do të vazhdojë deri mëngjesin e të mërkurës. Në bazë të parashikimeve të kushteve atmosferike, të mërkurën pritet të shihet nëse mjetet e peshkimit dhe ato lundruese do të dalin në det dhe do të vijojnë lundrimin në normalitet, apo do të shtyhet afati i pezullimit të lundrimit. Trageti linjës ka vijuar lundrimet në normalitet edhe përgjatë kësaj të marte, teksa pas zbritjes së të gjithë pasagerëve ka qëndruar në kalatat e portit detar për të marrë edhe pasagerët të cilët do të shkojnë në drejtim të Italisë.